halalin jetë, pra shëndoshmëria jetësore, në qoftë se në jetën tonë kemi harame të ndryshme, atëherë ato bëhen pengesë e pranimit të lutjeve tona. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka treguar për një njeri i cili është midis shkretirës, i pluhurosur, i nevojshëm, pa asgjë, i cili në esencë është shumë i sinqert në lutjen e tij. Dhe në parim do duhet i pranojë lutja këtij, sepse Allahu ka thënë se e pranon lutjen e besimtarit sinqert, nuk e refuzon atë. Por thot, nuk i pranohet duaja. Pse? O mat'amuhu haram, o melbesuhu haram, o ghudhiye bil haram, fa anna yustajabu lahu. Thot, ushqimin e ka haram, veshmbathjen e ka haram. Edhe thot, ushqehet me haram. Pra ushqyerja e tij është komplet haram. Fa anna yustajabu lahu. Si ti pranohet këtij? Ky është vetë shkaku që e ka penguar pranimin e lutjes tij, sepse në esencë çdo lutje e sinqert pranohet tek Allahu. Por pengesat që ne i shkaktojmë mes nesh dhe mes Allahut janë ato që e pamundsojnë pranimin e lutjeve tona. Dhe një prej pengesave më të drejtë për drejta është harami. Po u fut harami në ushqimet tona, në veshmbathjet tona, në jetën tona në përgjithësi, atëherë ne kemi krijuar barrikada mes nesh dhe mes Allahut për mos pranimin e lutjeve tona. Dhe sa më shumë që e pastrojmë pasurinë tonë, sa më shumë që e filtrojmë atë, sa më halal që jetojmë, aq më tepër i hapim dyert tona të pranimit të lutjeve tona. Pra nuk do të ketë mes nesh dhe mes Allahut barriera dhe pengesa të pranimit të lutjeve tona.